Rritja e vazhdueshme e çmimit të naftës po reflektohet drejt për drejt në përditshmërinë e qytetarëve, duke sjellë një val shtrenjtimesh në tregun ushqimor, si dhe të frutave e perimeve. Në qytetin e Vlorës pothuajse të gjitha produktet e shportës, përfshi frutat dhe perimet, po tregtojnë me çmime të dukshme më të larta, krahasuar me periudhën përpara nisjes së konfliktit, që ndikojnë në tregjet ndërkombëtare. Ndryshimi është i ndjeshëm dhe i prekshëm për konsumatorët. Nëse pa kohë më parë 1 kilogram domate shitej me rreth 200 lekë, sot arrin në 350 deri 400 lekë. E njëjta situatë vjet re edhe tek perimet si speca dhe patërxhani, të cilat kanë pësuar rritje të ndjeshme. Edhe produktet e bulmetit nuk kanë mbetur jashtë këtij trendi. Kjo rritje zinxhir po ndikon drejt për drejt në buxhetin e familjeve, duke bërë gjithnjë më të vështirë përballimin e kostos jetesës. Më të prekur janë pensionistët dhe shtresat më të ardhurat të ulta, të cilët shprehen se mezi arrin të mbulojnë nevojat bazë. Ata kërkojnë ndërhyrje më të hershme dhe më efektive nga ana e qeverisë për të zbutur ndikimin e krizës së çmimeve. Vallai, me thonë drejtën, po nuk na ndihmon. Unë me pensionin jemi me grunë 2 pensionista. Dhe është pak e vështirë, po shqyqy që na ndihmojnë. Po do kisha dëshirë të na ndihmonte pak shteti. Jo të tjerë. Po shteti ka ça bën sa dush hapur. Ka ça dush të bëj, po s'bën. Po nuk bën. Nevojitet një rritje tjetër e pensioneve? Po me thonë drejtën, unë marr 130.000 lekë pension. Gruaja merr 160, 290.000 lekë kemi. Është pak e vështirë, po ne jemi mësuar me sakrifica. Shteti e ka kuptuar këtë që ne jemi njerëz sakrificës, edhe vazhdon kështu. Çfarë blet sot? Spinaq, patate, moll, qep. E ku diun çfarë bleu gruaja? Të përditshme. Jo, ne marrim shumë, i sistemojmë dhe e shtyjmë 2 javë. Nga ana tjetër edhe tregtarët raportojnë një rënje të ndjeshme të shitjeve. Ata thonë se konsumatorët po blejnë më pak për shkak të çmimeve të larta, çka ka ndikuar negativisht në aktivitetin e tyre tregtar. Kush për 5 kg pagon 4 kg? Këtë metodë kam këtu. Këtë metodë ke? Po. Kur e ke nisur? 7 kg 1000 lekë. Kur e ke nisur këtë metodë? Kam 20 vjet me këtë punë, po i thoj atje se ai. Ka një rritje të çmimeve? Hë? Ka një rritje të çmimeve? Jo, s'ka fare. Nuk ka. Jo. Domatja 3000 lekë, çka kërkoma? 3000 lekë. Sa ka qenë? Hë? Sa ka qenë? Po një çmim ka qenë, edhe ky muaj që do vija aq, pastaj do filloj vendi ta jetë 7 kg 1000 lekë këtu. Se s'ka para populli. Po punë ka? Çfarë thua ti? Patur punë? Po s'ka punë ka qenë vllai, nuk ka punë. Po s'ka njerëz, s'ka njerëz, shikoj ti. Ja, më shumë janë tregtar se sa blerës. S'ka njerëz. Kush ka plejt kanë mbetur. Ndërkohë efektet e rritjes së çmimit të naftës nuk janë kufizuar vetëm tek ushqimet. Shtrëngtimet kanë përfshirë pothuajse çdo sektor të ekonomisë, duke krijuar një presion të përgjithshëm mbi zinxhirin e furnizimit dhe mbi xhepat të qytetarëve. Situata mbetet shqetësuese dhe kërkon masa të menjëhershme për të shmangur përkeqësimin e mëtejshëm të standardit jetesës.